Diabeti është një sëmundje kronike e karakterizuar nga komplikime kronike mikro dhe makrovaskulare. Diabetin mellitus të tipit 2 shumë shpesh profesionistët shëndetësorë quajnë edhe si vrasës të heshtur nëse nuk zbulohet me kohë. Profesionistë të ndryshëm shëndetësor nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe vende të ndryshme kanë zbritur në Gjakov për të marrë pjesë në konferencën me titull Diabeti mellitus, shputa diabetike dhe komplikimet e saj. Secili me përvojat e tyre shumë vjeçare në këtë fushë, po përpiqen gradualisht me punimet e tyre shkencore të elaborojnë gjithçka që ka të bëjë me trajtimin e pacientëve me diabet. E gjithë kjo konferencë është organizuar nga Universiteti i Gjakovës, Fëmijagani, konkretisht Departamenti i Fakultetit të Mjekësisë. Derisa profesionistët shëndetësor po zinin vendet e tyre, organizatorët tashmë kishin bërë të gjitha përgatitjet edhe me lidhjen virtuale të shumë mjekëve vendore ndërkombëtar, të cilët kishin shprehur gatishmërinë e tyre për të ndjekur punimet e konferencës virtualisht e që nuk ishin të paktën në numër rreth 500 anëtar. Hapjen e kësaj konference e bëri rektori i Universitetit Fëmijagani në Gjakov, profesor Artan Nimani, i cili përshëndeti përzemërsisht punimet e konferencës, duke vlerësuar si shumë të rëndësishme secilin punim të pjesëmarrësve. Tema specifike e zgjedhur është një temë që ka bërë nga Universiteti i Gjakovës, me cilin edhe kemi themeluar një qendër të shputës diabetike, që është një prej problemeve mjaft shqetësuese sipas profesionistëve shëndetësor. Ne si universitet kemi ofruar gjithë mbështetjen e nevojshme, materiale, si dhe mbështetjen tjetër në infrastrukturë dhe organizimin e kësaj konference, si dhe sigurimin e kushteve për pjesëmarrjen edhe të delegacioneve të ndryshme ndërkombëtare, të cilat janë për momentin në qytetin e Gjakovës dhe do të vazhdojnë për 2 ditë për të dhënë kontributin e tyre. Që pacientë tanë që i kemi të shtrim në QKUK, në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku unë punoj dhe atje, ti edukojmë në kuptimin pozitiv, ti edukojmë, ti sqarojmë për sëmundjen e diabetit, për lidhshmërinë e diabetit dhe sëmundjeve të tjera. Kirurgu i njohur shqiptar, njëherët rektori i Universitetit Nën Tereza në Shkup, profesor doktor Aziz Pollozhani, kontributin e tij profesional e dha përmes temës edukimi për këmbën diabetike, parandalon rrezikun e ulçerës në këmbë, duke theksuar se këmba diabetike është një komplikim kompleks heterogjen, i cili përbëhet nga manifestime mikrovaskulare dhe se edukimi i diabetit në përgjithësi është baza për parandalimin e komplikimeve.
Diabeti ose sëmundja e sheqerit, si që një populli, faktikisht më tani është mjaft e njohur edhe nga çdo kush. Sepse friga nga kjo sëmundje, me ndrimin e stilit jetesës, gati është prezente në çdo familje. Për me u mjeku, mjekët janë gjithsesi në institucionet e tyre dhe e bëjnë këtë punë. Por ajo që thash unë, për këtë sëmundje është shumë e rëndësishme që edhe vetë personat, vetë njerëzit, vetë familjarët pra, të kujdesen me qëllim që ta parandalojnë më shumë, sepse shumë ma i këndshëm, shumë ma i lehtë është parandalimi dhe i mundshëm bile do të kisha thënë, pra, se sa mandej mjekimi. Dhe parandalimi faktikisht përbëhet nga kujdesi në ngrënie, nga lëvizja e njerëzve pra të hecin, mos rrinë, mos krijojnë një jetë sedentare kështu, mbasi bëhet tema për këmbën diabetike, nga higjiena e këmbës, dhe çka është shumë e rëndësishme që edhe ndoshta edhe më pak ceket, pra është një diçka që duket banale, por është shumë e rëndësishme. Prerja e thojve në këmbë nuk duhet të jetë aq intenzive, aq e thellë, pra me qëllim që të cenohet integriteti i lëkurës dhe këpucet e gjana. Nëse kjetë kujdes, domethënë, në higjienën e këmbës, prerjen e thojve në mënyrë jo fort thellë, pra, të lihen pak më gjatë se ç'duhet, dhe këpucet të komode, mendoj që për fillim do të ishte një ndihmë e madhe për ata që kanë diabet, kurse për ata që se kanë dhe mund ta kenë për shkak të që sëmundjet janë edhe pjesë e jetës, pra, do të ishte mirë që ta parandalonin duke rregulluar ushqimin, duke evituar ëmbëlsirjet e tepërta dhe duke ecë pak më shumë. Sa kemi ne pacientë edukuar të cilët në kohë i kapin problemet edhe simptomet dhe ju drejtohen personelit që Unë mendoj se me komunikimin masiv që tani ekziston mes mjetëve të informimit shumëta, gjithsesi që popullata është më edukuar dhe është shumë më avancuar në informim. Por ka herë tjetër është të dish diçka dhe tjetër është ta bësh. Unë inkuraj njerëzit ato që e dinë dhe që e shohin në televizion apo lexojnë në gazeta apo diku tjetër, ato të fillojnë edhe ta bëjnë. Sepse vetëm nga e ditura nuk bëhet mirë ajo punë. Pra duhet të fillojnë ta bëjnë dhe të kujdesen, sepse është për shëndetin e tyre që u shpagohen në fund. Ato që kanë diabet, nëse kujdesen si duhet, edhe jetëgjatësia e tyre nuk vjen pikpyetje në krahasim me njerëz tjerë. Pra mund të jetojnë një jetë krejt normale, me një kujdes të vogël. Ndërsa për komplikimet e diabetit mellitus dhe menaxhimin e tyre kirurgjik, foli doktor Agron Dogjoni, i cili mes tjerash tha se çdo vit në Shqipëri rreth 3 deri në 4.000 raste të reja me diabet dhe 50 deri në 60 fëmijë diagnostikohen me diabet të tipit 1. Prania e diabetit në popullatën shqiptare nuk është më e fshehtë, por është një numër i frikshëm tashmë, ku numrat flasin mjaft qartë, ku shifet që kemi një rritje të rasteve me patologji të diabetit, po përveç tyre kemi shtim në mënyrë progresive edhe të komplikacioneve kirurgjikale për të fjalë. Ku këtu më e rrezikshme është këmba diabetike. Pasi komplikacioni i tillë lidhet me një smundshmëri mjaft madhe dhe një shkallë të lartë invaliditeti. Pasi nuk do të harrojmë që një pacient me këmbë diabetike ndjehet fatlum nëse do të kishte anësinë. Ama jo në pak raste ky kontingjent pacientësh ka mungesë të njërit apo disa gishtave dhe jo në pak raste edhe të vetë anësisë në rastet e patrajtuara mirë. Për këtë arsye ja blente që një leksion i tillë që të bëhet me personelin mjekësor, që të bëhen alert rreth kësaj patologjie dhe ajo që vlen teksohet është që një ndër pikat e menaxhimit të tyre është edukimi. Dhe kjo ishte edhe arsyeja dhe qëllimi i kësaj ligjërate dhe i kësaj konferencë në vetvete për të bërë të mundur që gjithë personeli mjekësor të ketë njohuri nga bazike deri të thella rreth kësaj patologjie. U tha një shifër bege e lartë në raport me numrin e vdekjeve në vit që ndodhin në Shqipëri. Si e shpjegohet kjo profesionalisht? Ky numër, ajo shifër që një studim në vitin 2015 dhe ato e kanë hedhur në materialet e veta të website-in e vet dhe aty jepet që numri i rasteve që i vdekjeve në vit është 800.
Unë mendoj dhe e thashë edhe në leksion që ky numër ndoshta është s'po tham pak i fryrë, por jo rrallëherë si edhe te patologjia Covidit. Pacientë që kanë smundje shoqëruese për shembull, ne i themi kishte Covid, ai mund të ishte edhe me smundje tjera, për shembull fjala vjen kancer. Por dorën e fundit ja dha Covidi. E njëjta histori, jo rrallëherë kemi patologji kardiovaskulare në pacient diabetik dhe këto vdekje mund t'i mbishen edhe diabetit. Apo edhe patologji tjera, për shembull retinopatia diabetike është një patologji mjaft e përhapur, e cila është konstatohet te numri i personave që marrin syze tashmë, apo i personave që vendosin lente. Por gjithsesi tek ky grup pacientash përsëri janë diabetik, smundja bazë është diabeti. Nuk e përmendem fare për dëmtimet e bazave të vogla të trurit. Kemi një rritje të numrit të rasteve të Alzheimerit tek pacientët në moshat e vjetra, por që kanë smundje shtese, smundjet e diabetit. Gjitha këto përbëjnë ato komplikacionet e diabetit. Jo rrallëherë ka literaturë që thuhet sheqeri është helmi i bardhë. Jo rrallë dëgjojmë dhe studime të ndryshme ku numri i personave që diagnostifikohen me diabet janë të grup moshave të ndryshme. Kemi ajo që është mjaft trishtuese, sidomos për trevat shqiptare, kemi rritjen e numrit të fëmijëve me diabet. Ku përsëri sipas atij studimi kemi mbi 30 deri në 60 raste në vit të fëmijëve me diabet. Pa harruar që kemi edhe raste të cilët nuk janë diagnostifikuar akoma, apo fshihen nga familjar, apo i themi prediabet, siç e themi ne. Kjo është rezultati ndryshimit të stilit të jetesës, uljes së numrit ose aktivitetet fizike, sidomos pandemia i ka favorizuar mjaft shumë, po t'i veni re kemi shumë njerëz që kanë lëshuar peshë rezultati mos lëvizjes apo uljes së aktivitetit fizik. Atëherë në këto raste do të i kthehemi përsëri fjalës parë edukim, do të edukon gjithë grup moshat, të cilët ndryshojnë stilin e jetesës, mënyrën e ushqimit, rrisin aktivitetet fizike dhe t'i binë ose të diagnostikohen në kohë që mos të arrin punat e komplikacionet. Dëgjuam edhe një ligjërat nga doktori që ishte nga Kroacia. Ngrihem një paralele mes Kosovës së Shqipërisë dhe me ato që tha. Jemi afër këtyre? Jemi shumë larg. Unë pash një mrekulli atje, kuptohet, ka dhe më mirë se Kroacia.
atë që fizioterapia bën në shërbimin primar ndaj diabetit. Kjo konferencë është vetëm e ka një përvojë të vetën që kjo planifikon vetëm të vazhdoj procesin, mirë po që ka shumë e rëndësishme këtë herë që kemi përvojat ndërkombëtare, mirë po edhe gjithashtu multidisiplinare, që përveç ndërkombëtarizimit edhe qasja ndaj diabetit si sëmundje e shekullit mundemi me thonë, është edhe qasja multidisiplinare dhe trajtimi multidisciplinar i kësaj sëmundje, që do të thonë që profesionistët nga të gjitha fushat, nga të gjitha drejtimet shëndetësore duhet të kenë qasje dhe të kenë informatën se si duhet trajtohet kjo sëmundje dhe gjithashtu të shpërndahet përvoja me institucione tjera, të marrin përvojë nga institucione ndërkombëtare, profesionistët tjerë ndërkombëtar për përvojat e tyre se si menaxhohet, po pse jo dhe t'ju japim informata dhe të shpërndajmë përvojën tonë se institucionin e shkutës diabetike mundemi me thonë që në region nuk e ka përveç Gjakovës askush, sepse mos ta shpërndajmë si informata, mos ta japim si përvojë një herë brenda Kosovës e pse jo edhe ma gjanë. Ndonë se tema konferencës ishte diabeti mellit, shputa diabetike dhe komplikime tjera. Me cilësi të lartë për të ndarë ekspertizën dhe njohuritë.